Të dashur miq, lajme që vijnë nga Amerika janë befasuese sepse po flitet për një rend të ri botror. Për ata që më ndjekin, e kam thënë me vite dhe fat i madh që jemi në aleatin ton Amerikën, prej 19-s. Kështu, Donald Trump i ditën e njëjtë, pra në 7 janar 2025, është tërhequr nga 66 organizatat ndërkombëtare të botës, që do të thotë një tjetër hap për një rikompozim të rendit të ri botror. Mos e harroni Arushën e Bardhë, rrëzimi i frikshëm i Ariut Polar, e kam shkruar në 10 qershor 2007, pikërisht kur në Tiranë erdhi në atë vizitë historike presidenti amerikan George Bush. Vizitën, takimin e Bidenit në Gjenevë dhe në Helsinki, dhe së fundmi të Putinit me Donald Trumpin në Alaska. Çfarë ndodhi në Venezuelë? 6 shtetet në listë. Do të blej Groenlandën me të drejtë. Atje janë forcat amerikane, mbrohet pikërisht nga raketat ndërkontinentale. A do ta blej? Sigurisht Danimarka me 6.5 milion banor, ku sot kërkon të blej për 1.7 miliard dollar 3 avion që mbrojnë ujërat e saj detare. Ato dronët që vinin sipër Danimarkës nuk kishin kot. O t'i blej se i duen për të mbrojtur kufitë e saj. Kush do ta mbrojë? Edhe po t'ishte 60 milion pa armë bërthamore dhe fuqinë e Amerikës, e cila është 77% e NATO-s. Dhe kjo Europa plak nuk paguan dhe as kotizacionin për 2%, por në samitin e Hagës u ra dakord që në vitin 2030 arritet kuota të paguan borxhet, të shkoj 5%, sepse unë nuk ju mbroj. Nuk i kam ushtarët e mi dhe lekët e mia për juve, dhe ju të hani të pini, edhe të më mburreni mua me historinë, ta me ta. Si i tha Trump i Zelenskit, sa ushtar ke, sa armë ke, ti nuk ja der dot. Llogaritë janë sot me fuqi ushtarake. Dhe Amerika do ta çojë buxhetin sipas Donald Trumpit. E dini se sa? 1.5 trilion dollar në vitin 2026-2027. Sot është 1 trilion. Të dashur miq, faleminderit Zot që kemi aleat Amerikën dhe marshalli Donald Trumpin që mbrojti Dardanin, s'ka ndryshim kufish, mos guxoj ta preki kush, edhe ai Rama e tham pak më parë, të shkoj atje t'japi çik llogari, ka do punë.